Gjatë periudhës shtator 2025 korik 2026, kuvendi është përfshirë në një proces të modernizimit institucional dhe transformimit digital. Një nga arritjet më të rëndësishme të vitit 2026 ka qenë implementimi i sistemit të transkriptimit automatik në kohë reale të veprimtarisë parlamentare nëpërmjet inteligjencës artificiale. Sistemi ka hyrë prej disa muajsh në funksion, duke vazhduar edhe trajnimin dhe vetëpërmirësimin që nga mbledhja e parë e transkriptuar, ajo e Komisionit të Ligjeve në 4 shkurt 2026, janë transkriptuar me sukses 287 mbledhje të komisioneve parlamentare me rreth 486 orë material të përpunuar. Aktualisht të gjitha seancat plenare transkriptohen dhe transmetohen drejt për drejt me titra në kanalin e Kuvendit në YouTube. Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës, si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparence dhe qasje në informacion. Sistemi do të zhvillohet nga Agjencia Shtetërore Albanian Digital Solution dhe synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm parlamentar. E gjithë inteligjenca e sistemit do të jetë e përdorshme nëpërmjet komunikimeve automatike API edhe me sisteme të tjera që mund të ngrihen mbi këtë bazë nga grupet parlamentare apo palë të tjera të